Po, 26 vite më parë, jo të gjithë të jepnin mundësi. Pra punoje në plazh gjatë verës dhe ndimër shkoj punoje pa shpërblim, pa shpërblim. Vetëm që të merre zanatin. Po, përndryshe nuk hyen ato kuzhina aq të mira që të merre zanatin. Pra ti në kuzhinë ke bërë çdo gjë, ke prerë, ke qëruar, Edhe besoj që kjo ka qenë dhe fati im që unë kam filluar karrierë, sepse duke ditë gjithë sinxhirin e përgatitjes, menaxhimit, e gjithë gjës, të bën të jesh një shef më i zotit, të njohësh gjithë hallkat. Dhe më thej që në agroturizëm hyre 15 vjeç e gjysmë. Po, pastaj aty bëra 3 vjetë ca, i kalova dhe aty gjithë u formora gjithë bazat, pastaj fillova duke u rrit, duke bërë kurse, duke investuar tek vetvetja. Në vitet e para pak lek në Shqipëri, pak për vetën time, sakrifica. Bëj edhe kurse? Po, goxha, kam bërë goxha. Me ato më këshillonin dhe pata fat që ku ishte tek agriturizmi, ishte një shef shumë i mirë dhe shumë human. Ai më drejtoi në rrugtimin tim se si duhet të veproja për të formuar nga ana profesionale, edhe më ndihmoi shumë, edhe më tha do bësh këtë, që kjo është rruga e drejtë suksesit, dhe unë ndoqa me pikmeri të gjithë këtë rrugën. Të gjithë këtë rrugë dhe rezultatet erdhen në mosh prapë shumë të re, sepse kur u bëra shef, pastaj gjithë Sa vjeç ishe kur u bëra shef? 25. Si u bëre? Po seleksiononi tek Antiku Arku, ku jam tani nga 18 vite, po seleksiononi një zëvendës shef. Po. Edhe unë e ndjeja veten gati për të bërë një hap. Ti ishe thjesht punoje në kuzhinë deri atë moment, po. Edhe punoje diku, edhe ndjeja veten të formuar, ishte një lokal nga MMZ të qytetit, dhe personi që më morin punë, sa në intervistën e parë, edhe më tha, do fillosh nesër, nga aty mbeta. Edhe për pak javë bëra shef kuzhine. Se i ku shefi? Jo, më tha që je më jaftë, më jaftë se sa shefi që kishin zgjedhur më përpara dhe më majtën bua. Dhe ti u bëre shef? Po. Dhe sot je një nga ortakët 3 vite më pas kur fillova Sa vjet ke punuar në Antiku Arku? Ky është viti 18. Viti 18. Dhe tani nga ndihmës shef je bashkëpronar i restorantit. Në mes gjithë kësaj historie ka sakrifica pafund. Më kujtohet në ato vitet e para, kaloi gjithë natë deri në 3 natës, merre gjithë enciklopeditë e kuzhinës, gjithë detajet, shkoja duke kërkuar historitë më të çuditshme, njerëzit e famshëm si e kishin dalë, dhe kam qenë shumë i karikuar, kam investuar shumë ke vetvetja. Dhe mundësia që mu dha pastaj kur arrita tek Antiku Arku, më paguan disa kurse edhe jashtë Italisë, pronarët e asaj kohe, që për të më formuar si shef kuzhine, por unë besoj që me qenë një person i sinqert, me qenë punëtor, me qenë njëri i pastër, ja dhe. Fakt, historia shumë shqiptarëve që kanë ikur me gomone, me anije, me një gjitha llojet e formave, ka qenë dhe një histori suksesi, një pjesë shumë e madhe. Po, shumë. Kanë arritur, jo të gjithë famshëm, se ka dhe të famë, kanë arritur të kenë suksese, bizneset tyre, të bëjnë karriera qoftë edhe brenda kompanive të mëdha. Unë besoj duke ndjekur rrugën e duhur, duke pas të qenë me fat dhe dikush që ka gjithmonë dikush që të ndihmon për të dhënë një mundësi, i dilet. Ne kemi plot histori shqiptaresh që krenohemi. Edhe unë kam punu me të vërtet shumë dhe sot bëm gati 10 vite që kemi hap padamin. Si erdhe në Shqipëri? Ti ishe larguar 14 vjeç, jam i sigurt që deri 14 vjeç në një vizitë rrallë kishe bërë në Tiranë. Po, shumë rrallë. Pastaj ku erdhe ti që më nxitej çik, që të kujtohet që erdhe me landin. Po, që mendova që Shqipëria ishte gati për një Po më thej që duhet të afrohesh në Shqipëri dhe kështu, fillum duke bërë disa darka private nëse të kujtohet. Dhe nga aty më nxiti dëshira për të kthyer në Shqipëri. Parë kur erdhe, ishte gati Shqipëria? Jo. Nuk ishte. Absolutisht. Pse? Më kujtohet me ortakun tim kur bëm startupin e Padamit, ishte pazar i ri, ishte një luc i papar. Erdhëm në prill të 2016, diçka e tillë ose 2000, mars o prill, ishte plot me merr. Më tha mua me këtë ushqim, tha mua do të bëjmë atë që bëjmë në Rom, nuk e di se do ja dalësh, më tha mua në atë kohë. Po gjërat ndryshuan në kohë. Në kohë rekord tani flasim për një Shqipëri krejtësisht tjetër që nuk është ajo e viteve kur kemi filluar, se 10 vite nuk janë pak. Po, patjetër. Edhe kanë bërë hapa golopante tashmë, ka prodhime të mira në Shqipëri, ka shumë gjëra dhe produktet nga jashtë vinë me kollaj. Po vitet e para kanë qenë ishin të vështira. Shumë të vështira. Sot si është standardi kulinarisë në Shqipëri? Standardi i kulinarisë është shumë i lartë.
problemi madh është akoma emigracioni na merr trurin e gastronomisë. Po njerëz shumë të aftë. Shumë të aftë. Besoj që në 10 vitet e fundit Gjermania është vendi që na ka marrë trurin e gjithë gastronomisë. Gjermania? Gjermania, sommelier, kamerier profesionist. Shefa kuzhine në Gjermani kryesisht? Po, edhe tek mua, goxha, sepse kush ka ikur nga ne duke punuar ka ikur për jashtë, për një mundësi akoma më të mirë, sepse ne në Padam kemi ofruar gjithmonë diçka mbi mesatarin e Shqipërisë, sepse e kështu e kemi menduar, por në këtë moment ka pak konfuzional, sepse jemi një moment historik turistik dhe gjithë restauratorët, hotelierët shqiptar janë përqendruar më shumë me bërë para se sa me dhënë një shërbim. Dhe edhe me ndërtu një shkollë, po e themi të shërbimeve. Të shërbimeve. Dhe unë e shikoj këtë gjë, mundohen me krijuar konfuzion, me marë profesionistë nga njëri tjetrit, po pa krijuar një identitet tyre. Unë kam dhe shkollën italiane, unë dhe mundohem që me krijuar një identitet krejtësisht timit, pavarësisht që është i mirë, i keq. Unë, më thonë, identitetin tonë, në Padam nga 10 vjetë kemi krijuar një mënyrë, një stil jetese dhe gastronomisë shqiptare. Ka gjithmonë për të përmirësuar. Unë besoj që parat nuk janë gjithçka në këtë moment historik. Duhet ta shfrytëzojmë shumë mirë. Sepse shërbimi është një pjesë shumë e rëndësishme. Po me agroturizmin, si e nise dhe pse? Agroturizmi ka një histori pak çuditshme. Kur isha i vogël, vitet e fundit të gjyshit tim, të jetës i kaloja me atë, ishe shumë i vogël. Ai ka qenë një kapitalist në shpirt dhe thua është një pjesë dërmuese e fshatit ka qenë e tia. Edhe i kur ishe dilim... Do të thënë kishte shpirt si përmarrje. Absolutisht. Që s'lejohej se Shqipëri se bëhe do se komunizmi s'lit. Nuk lejohej, pa ju mundohen të ato mënyrët e vetë me bërë tregti. Po të në këtë kohë, ai do kështë qenë njeri i suksesshëm. Shumë i suksesshëm, dhe më kujtohet kur dilim te Koborri, tek shtëpia e vjetër në Kodër, më thonë këto janë të gjithë pronat e tuaja, më thonë mua duhet i marrësh. Dhe unë atë kishe gjithmonë në kokë. Kishe në kokë? Në kokë dhe doja ta riktheja në identitet. Në fund fare isha unë i sistemuar në Rom, akoma i kam të gjithë të mirat. Jam realizuar nga ana profesionale. Kisha atë gjën që më ndihte. Ortak në një nga restorantet e mira të Romës. Të Romës ishte goxha i realizuar dhe gjitha i impenjim ekonomik. Unë kam investuar në fshat. Çfarë kam kursyer në 28 vjet? Ka që madh ishte investim? Po, shumë i madh, sidomos në fillim. Dhe e kam bërë më shumë shpirtërore atë gjë, sepse një lloj kthimi borxhit ndaj gjyshit. Sepse aty më duket mua sa herë shkoj i takoj ato. Sepse ajo është diçka që unë e kam trashëguar, edhe aty është zemra e gjithë familjes time. Po, e ndjen emocionalisht shumë më tepër se sa. Dhe si hecën tani? Shumë mirë.